Edhe në familjen tënde, një mbështetje fortë është mamaja jote. Patjetër. Gjithmonë ka qenë kështu nga fillimi apo vetëm pas divorcit dhe pasi ti fillove një jetë e re me fëmijët? Për hir së vërtetës, familjet shqiptare kanë tabu divorcin. Shumë prindër përfshin nënën dhe babain patjetër, e quajnë si dështim dhe nuk e pranojnë. Por në momentin që u divorcove, pastaj e panë si dështim apo e panë si një çlirim, si një gjendje në të cilën ti duhet të ishe e lirë? Ndryshoi kjo tabuja? Ata ende nuk shprehen për sa i përket kësaj çështje, sepse qëndrimi im ka qenë shumë këmbgulës. Domethënë për mua ishin vetëm dy rrugë, ose do shpëtoja ose fundit nuk dihej. Dhe unë zgjodha rrugën e parë patjetër, për hir të fëmijëve, të vetes time, pse jo. Jetën na e ka dhuruar vetëm Zoti dhe vetëm ai mund të na e marrë të na sikletosë.